Kam njohur dikë i cili më ka dhënë si kusht që nëse do të martohemi bashk, nuk duhet ta marr vesh gruaja e tij e parë. Dhe nëse do të kemi fëmijë, nga martesa jon ky fëmijë nuk duhet të regjistrohet në emrin dhe mbi emrin tim. Dhe kushti i tretë, nëse ky smuret apo ndron jetë, unë nuk kam të drejtë të prezantohem tek familja e tij, as të kam drejt të marr nga trashëgimia e tij. Dhe më thot, duhet të pranosh këtë ofertë, sepse je besimtare dhe bën haram nëse nuk më përgjigjesh. Pëqeka avokat. S'kam asgjë me profesionin e avokatit, po them mi fjalë bën edhe rolin e avokatit, se alhamdulillah. Kemi shumë vëllezër dhe motra avokat dhe avokate që janë, mashallah, po ky qeka nona. Me kushte 1, 2, 3, 4, edhe kushti i funit, edhe me vdek, s'të duhet, trashëgimi s'bëhet fjalë, pa edhe më usmune herë se mos ravanej nga afër spitalit. Pra kësaj thonë, me vdek e mos me të qa. Ajo që mu më dhimbset nga kjo pyetje, për këtë arsye unë kam marrë këtë pyetje, kam sjell këtu, është përdorimi i fesë. Duhet më përgjigjesh, e ke obligim, po nuk erdhe e ke haram. Kush je ti më vëlla? Ku e ke prokurën ti që flet në emër të Zotit? Mos ke marrë ndonjë autorizim ti që flet në emër të Zotit? Dhe shumë mirë, falenderoj motrën ose person, nuk e di kush ka bërë pyetjen, e rëndësishme, falenderoj për guximin që e ka bërë pyetjen dhe bravo i qoftë. Edhe shpresoj që ajo ta ketë dhënë përgjigjen, se nuk ka femër me jo 2 parë men, po femër me 2 fije floku men, që ti thot një ofertë të tillë, po. Po që pa men, po, i thot po. Ama me qenë me men, vallaj nuk i thot po, kur një ofertë të tillë.